kemi dëgju këtu mendime, po sigurisht që ne si Parti Demokratike e Kosovës jena kompakt sa i përket qëndrimit tonë dhe kemi të bashkërënduar çdo vendim dhe qëndrim. Dhe sigurisht që ne diskutojmë këtu edhe në organet tona të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ne me plot besim e thojmë që asnjë nga Partia Demokratike e Kosovës nuk e voton një qeveri dhe një kryesues apo një kryetare kuvendit siç është Albolena Haxhiu dhe vetëvendosjen si parti në udhëheqjet e qeverisë. Prandaj te ne kjo nuk qëndron ky pretendim dhe besoj që komo vërtetua edhe në kuvendin e Kosovës. Jo, nuk mund me qenë, sepse ne vazhdimisht jemi në komunikim me gjithë kolegë deputet dhe me gjitha strukturat e partisë dhe qëndrimi jonë është i qartë edhe çdo deputet i Partisë Demokratike të Kosovës e ka bërë të qartë që nuk do të voton Albolena Haxhiun për kryetarin e kuvendit dhe nuk ka asnjë bashkëpunim me lëvizjen me vendosje.